sa të vogla. O, sa të vogla! Hi goca, të jeni mirë të gjitha, jam këtu për të ndarë një pak kohë me ju, cila në ka ardhur mbrëmë vonë. As unë vetë nuk e kam parë, jam shumë kurioze që ta hapim tani së bashku dhe të shohim se çfarë na ka nisur Kidsland Albania. Kemi 3 bandi për çuna normalisht dhe janë 100% pambuk. Hej, dhe sa të vogla. O, sa të vogla! Kemi badin e parë që është me makina. Kemi një tjetër badi sërisht me makinë dhe një tjetër që është pa figura. Vazhdojmë një batanie për bebin ton që do të vazhdojmë ta quajmë beb deri në momentin që të gjejmë një emër, sepse që ka gjëja më e vështirë e vërtet. Batania është shumë e bukur. Ja tregoj kështu sepse këto kishin edhe një histori të bukur. Të gjitha veshjet janë angleze, pa lloj këpucësh, i kishte aprovuar edhe familja mbretërore. Princi dhe mbretëresha e Anglisë kishin qenë klient të këtyre këpucëve. Kemi një set me 4 bushore, besoj se janë shumë të domosdoshme. Sigurisht që materiali është 100% pambuk. 1, 2, 3, 4. Vazhdojmë me katën e radhës. Këtu kemi një palë çorape të ngrohta. Këtu kemi një londër prej druri e cila ndihmon në zhvillimin e shisave. Këto ishin të gjitha dhuratat që Kidsland Albania kishte përgatitur për bebin ton. Nderojmë nga zemra dhe them që do shihemi sërish.